Mu bë një pyetje në lidhje me një episod që unë jam komentuar si raciste dhe bulliste, edhe pasi shpjegova edhe një herë tjetër të gjithë episodin, solla dy shembuj për të kuptuar që një njeri që e ndjen në lëkurën e tij nuk mund ta bëj kurrë një tjetri. Ishte fjala për ngjyrën, që shpreha që kur kam qenë e vogël duke bërë shumë plazh në Durrës, siç e tha dhe Olta, po edhe njerëzit e mi, si nga mami, si nga babi, kanë pasur në Vlorë dhe në Sarandë, pra det gjithandej. Dhe kur kthehesha në shtator në shkollë, kisha lëkurën shumë të errët, se kam shumë pigment, dhe jam bullizuar pafund nga shokët e klasës në lidhje me ngjyrën. Pra e kam përjetuar vetë në lëkurë, çdo të thotë të bullizojnë për ngjyrën. Kurse si raciste, si bullizëm, pastaj tregova rastin e vajzës time, që vajza ime ka vuajtur nga bullizmi. Ka vuajtur shumë, pa shkak, ndoshta sepse ishte një vajzë e mirë, e sjellshme, me edukat, edhe ndoshta nuk e kishte atë forcën për të kthyer me të njëjtën monedhë dhe unë nuk ja kam dhënë kurrë atë edukat. Dhe realisht Ana ka vuajtur shumë nga kjo që shumë, dhe bashkë me to kam vuajtur dhe unë. E ke kuptuar vonë? Si? E ke kuptuar vonë që vajza është bullizuar apo me kohë? E kam kuptuar vonë deri në klasë të 6, okej, ishte edhe ndoshta e vogël, ndërhyja disi, por më pas kur ndroj shkollën, se për shkak të bullizmit ndrova shkollën pas klasës së 6. E çova në një shkollë tjetër, edhe atje nuk e gjeti veten, pastaj ishin 2 vite të tjera përsëri në një shkollë tjetër, përsëri nuk e gjente veten sepse ishte e ardhur. Edhe në një moshë më të rritur që fillonte edhe të googlonte nga pak, filloi të lexonte që për shembull dhimbja fizike, po ti bësh dëm vetes, nuk arrin të ndjesh dhimbje që ke për brenda. Dhe ai ka qenë momenti që unë kuptova që kishte shkuar përtej gjëja dhe mund të ishte vërtet e dëmshme për vajzën time. Dhe që nga ai moment, mbase ndoshta kjo na ka lidhur akoma më shumë, jo se s'kemi qenë të lidhura, por ai moment ndoshta na ka lidhur më shumë, sepse aty jam ulur dhe i kam bërë një bisedë dhe i kam thënë për çfarë do lloj gjëje, edhe më të shëmtuarën, edhe më të gabuarën, edhe më atë që mund të vi turp, mamit do ja tregosh, sepse siç të rri mami afër, siç të do dhe të pranon në çfarë do lloj forme që të duash ti, askush nuk do të pranoj.